Komuna Prishtinës kohëve të fundit, siç duket me qëllim, është duke shmangur ligjin dhe atë në disa raste radhës. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij dhe nisja e zbatimit punëve në projektin e lidhjes së lagjës Arbëria me platon e Pallatit Rinis është rasti i parë. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij dhe nisja e zbatimit punëve në sheshin Gjergj Bush. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij në projektin e rrugës Agim Ramazani. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij dhe nisja punëve në rrugën Recep Luci, që të gjitha këto ndërhyrje pa leje të shkruar derisa dihet se janë sipërfaqe të mbrojtura të trashëgimisë kulturore, ku institucionet janë të kontrolluar dhe mund të lejohen vetëm ku ndërhyrjet janë të kontrolluar dhe mund të lejohen vetëm me leje të shkruar nga institucioni kompetent. MKRS konsideron se këto veprime, derisa janë të përsëritura, i vlerëson si të qëllimshme nga ana e Komunës Prishtinës dhe me precedent të rrezikshëm për palët e tjera në Republikën e Kosovës, duke inkurajuar paligjshmëri dhe rrezik të drejtë për vlerat dhe asetet e trashëgimisë kulturore. Kërkesa ime zyrtare dhe ashtu edhe për mediat për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit ka qenë si shkak i presionit, i të kalimit kompetencës të kryetarit komunës, të organeve drejtorëve kompetent ndaj inspektorit të trashëgimisë kulturore dhe ju munduar dhe mundona prapë me qëndru në atë pikë, por shkak se këto tash me ligjin për inspektime, me akte tjera, drejtori i inspektoratit, kryeinspektori, unë jam përgjegjës për çdo te i kalim shkelit ligjit apo çka do tjetër, sepse inspektori del sipas autorizimeve dhe miratimeve të drejtorit. Dhe këtu deri sot e keni bartë mesazhin e drejtë dhe ne asnjë prej neve, sepse këtu punojmë që shumë vite në këtë ministri, nuk barti mesazhe as politike, as nuk e kema drejt ligjore, po jemi të bartë mesazhin e ligjit për asetet e trashëgimisë kulturore për zonat e mbrojtura me ligj. Dhe nuk ka diçka tjetër lidhur me këto.